GKK ka shtyr për datën 12 mars vendimin për ankimimin e Ajola Xozës. Seanca do të zhvillohet në orën 9:30, ndërsa në seancën e zhvilluar, prokurori lidhur me OJF-t ka paraqitur disa akte shtesë, ndërsa mbrojtja ka kërkuar pavlefshmëri të vendimit. Xoza ka bërë ankimimin të vendimit të shkallës së parë për sekuestrën e llogarive bankare nga Spaku. Kujtojmë që Ajola Xoza, me vendim të GKK, është lënë nën mastën detyrim paraqitje lidhur me veprat penale të korrupsionit në 9 raste, pastrim parash, si dhe fshehje dhe mosdeklarim pasurie. Për këtë çështje, ndodhet e paraburgosur që prej 10 shkurtit kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, i cili nesër ka dhe masën e sigurisë në apel, pasi e ka ankimuar arrestin në burg. Nën hetim janë bashkëshortja e tij dhe 6 biznesmen. Gjyqtari Erion Bani dhe prokurori Olsi Dado nuk kanë pranuar kërkesat e avokatëve në shkallën e parë për zbutje mase. Gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar ka rrezuar gjithashtu ditën e sotme me kërkesën e Valbona Xozës, nënës së Ajola Xozës, për heqjen e sekuestrës ndaj viles në Qerret të Kavajës, vendosur nga ana e SPAK.